Emiratet e Bashkuara Arabe kanë sulmuar për herë të parë Iranin, pretendojnë mediat izraelite, sipas të cilave shënjestra ishte një impjant shkripëzimi. Izraeli mendon se ky sulm është vetëm një sinjal për regjimin iranian, megjithatë, nëse sulmet e Teheranit do të intensifikohen, ekziston një mundësi reale, shtojnë mediat izraelite, që Emiratet i bashkohen konfliktit. Ndërkohë, Abu Dhabi ka njoftuar se mbrojtja ajrore ka zbuluar 17 raketa balistike, prej të cilave 16 janë shkatruar, ndërsa njëra ka rënë në det. Nga ana tjetër, agjencia iraniane e lajmeve Mehr News raporton se organi klerikal që do të zgjedhë udhëheqësin e ardhshëm suprem të Iranit ka arritur një konsensus të shumicës, por ende nuk ka një njoftim zyrtar për këtë emrim. Menjëherë reagoi Izraeli, që paralajmëroi se do të vazhdojë të ndjek çdo pasardhës të Ari Khameneit, që u vra një javë më parë kur bombat izraelite goditën kompleksin e tij në Teheran. Teksa konflikti në lindjen e mesme ka hyrë në javën e dytë, raportohen sulme të reja me raketa dhe operacione ushtarake në disa vende të rajonit. Deri këtë të diel në mesditë, SBA dhe Izraeli kanë goditur 5 rafineri nafte të Iranit. Zjarr dhe shtëllungat mohatymi mbuluan qiellin iranian në orët e para të mëngjesit, ku 4 persona humbën jetën sipas kompanisë së shpërndarjes së naftës. Një burim izraelit tha për Reuters se karburanti përdorej për të prodhuar dhe zhvilluar armë. Ish-kancelarja gjermane Angela Merkel tha sot se Bashkimi Evropian duhet marrë fatin e vetë në duart e veta dhe të veprojë si një aktor global i pavarur në marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusinë, dhe theksoi se Europa nuk duhet t'ia lërë diskutimet mbi çështjet kryesore të sigurisë ekskluzivisht Washingtonit. Duke folur në banketin tradicional Matthias Mahl në Bashkinë e Hamburgut, Merkel bëri thirrje për një rol më të fortë të BE-s në zgjidhjen e luftës në Ukrainë dhe një autonomi më të madhe strategjike për Europën. Në korrik të vitit 2021, kur ish-presidenti i SBA-s Joe Biden u takua me presidentin rus Vladimir Putin, isha e bindur se nuk duhet ja lëm takime të tilla SBA-s, sepse interesat jetësore europiane janë në rrezik. Argumenti se na mungon një politike përbashkët ndaj Rusisë nuk mund të jetë fjala e fundit. BE-ja do të jetë e fortë vetëm nëse zhvillon një qëndrim kaq të përbashkët. Përvoja ime është se aty ku ka vullnet, ka edhe rrugë, theksoi Merkel, duke ju referuar takimit të presidentit atëhershëm amerikan me udhëheqësin rus. Sipas saj, BE-ja do të jetë e fortë vetëm nëse arrin të ndërtojë një politikë të përbashkët ndaj Rusisë dhe të veprojë në mënyrë të unifikuar në skenën ndërkombëtare. Merkel vlerësoi gjithashtu se në mandatin e dytë të presidentit amerikan Donald Trump, politika e jashtme amerikane mbështetet fuqimisht në interesat e veta dhe në logjikën e të drejtës së më të fortit, në vend të bashkëpunimit ndërkombëtar të bazuar në rregulla. Kjo i vendos Gjermaninë dhe Europën përpara një lloji të ri përgjegjësie. Ne duhet ta ripërcaktojmë rolin tonë në botë si një aktor global që vepron së bashku, tha ajo.